Njësia bashkjake nr. 6 në kryeqytet është bërë iniciatore e projektit Dita Qytetare, ku banorët e zonës janë angazhuar për pastrimin e kombinatit nga plerat. Administrata e kësaj njësie, qytetar të thjesht, por edhe nxënësit ja kanë dedikuar ditën pastrimit të zonës, duke lëshuar kështu apelin për mbrojtjen e mjedisit. Kreu i kësaj njësie, Krenar Cenullari, tha se ky është vetëm fillimi i projekteve të ndërmarra për pastrimin e kombinatit. Kjo është një nisëm e cila do shërbej edhe në vazhdimsi si një nga nismat tona dhe projektet tona për të sensibilizuar qytetarët e kësaj njësie dhe mendoj që do ju shërbej jo vetëm qytetarëve, por do ju shërbej gjithë komunitetin tërësi. Unë bëj thirrje qytetarëve që kjo të jetë një nisëm ku dhe ata të japin kontributin e tyre. Nisma është vlerësuar dhe nga banorët e zonës. Vendosa të jem pjesë e kësaj nisje për shumë arsye. E para që ti jap një shërbim komunitar për vendin tonë, pastrojmë, gjëra që është diçka normale. Edhe mund të fitojmë edhe kreditet e shkolla, na duhen. Shumë anë pozitive, shumë gjë e mirë. Po, duhet të jenë të gjithë njerëzit të ndërgjegjësuar. Dita Qytetare do të mbledh një herë në muaj banorët e njësisë 6 për pastrimin e ambientit.